Mirë po, përfundova, përpara se të përfundoja studimet kimi, se kimia ka qenë të paktën në kohën tonë studimet integruar 5 vjet. Më vjen një telefonat nga një shoqja ime dhe më thotë që Ogerta duhet, nëse do, mund të vish në një organizim të Partisë Socialiste për të bërë disa pyetësor, duke qenë se po afrojnë zgjedhjet lokale dhe nëse ti do të jesh pjesë e këtij grupi të rinj që do të shkojnë nëpër qytet për të mbledhur opinionet e qytetarëve se çfarë duhet bëjnë për qytetin, më mirë, më shumë, mund të vish. Kur më tha Partia Socialiste nuk më duk e panjohur, sepse gjyshja ime, shtëpia e të cilës e përshkrova ishte mu tek banka dhe drejtarja jonë në kat parë sheh, gjithmonë dyert e Partisë Socialiste ishte një socialiste 24 karat. Dhe nuk e di pse pata një evokim, thash me siguri këto ka dëgjuar gjyshen që flet gjithkohës për Partinë Socialiste dhe për eksponentët e saj që çdo 5 maj vinin dhe thash, dakord, po vi, jam e lirë, isha në universitet. Dhe më thot takohemi tek Ministria e Kulturës, aty ku përballë pra kryeministrisë, në Filanor. Shkoj, ishte një furgon i vogël, ishte i brenduar me një akuarel të qendrës Tiranës, asaj historike, të sheshi Skënderbej pra, dhe shkruante me Edi Ramën për Tiranën. Edi Ramën e njihja si Ministri i Kulturës dhe në fakt gjithë mosha jonë ishte intriguar nga i riu Ministër Kulture që si ishte as pak si të gjithë të tjerët, me një shpirt transformues, pak rebel, që thot gjithmonë atë që mendon. Dhe thash, okay, hypën furgon, në një moment mbrini ju kryeministër, edhe aty filloi një rrugtim ku, për të thënë të vërtetën, ishte edhe një tjetër vetëdijsim që mund ta them që ishte edhe ka bërë një pjesë të këtij rrugtimit, po dhe të hapjes së sytë të një lloj zgjimi timin për të parë përtej qendrës së Tiranës, ku në fakt ishte bërë jeta ime për gjatë gjithë atyre viteve. Me ju kemi shëtitur gjithë Tiranën, cep në cep, dhe për herë të parë unë pash çfarë ndodhte jashtë unazës Tiranës, çfarë ndodhte në rrethinat e Tiranës, si ishte Tirana në atë kohë. Sa errët, sa e zymt, dhe sa s'kishte as rrjete sociale, s'kishte as absolutisht. Dhe ishte një hapje sysh, ishte një zgjim, por ishte edhe një moment që jo vetëm mua, po të gjithë neve që ishim aty, pastaj sigurisht të gjithë atyre që ju përkrahën, ishte një moment sa zgjimi dhe shpresa. Shprese që Tirana